Më datë 22/5/2025, bazuar në urdhrin e Kryeministrit nr. 58 datë 6/5/2028 për ngritjen e Task Force-s ndërinstitucionale të sezonit turistik 2025 në institucionin e prefektit të Qarkut Fier, në drejtimin e prefektit zotit Arben Çuko, zhvillua mbledhja e parë në funksion të zbatimit të planit të masave që duhet të ndërmerren si edhe për ndjekjen dhe monitorimin nga kjo Task Force të veprimtarive të miratuara prej saj për institucionet, agjencitë zbatuese që përfaqësojnë. Në këtë takim morën pjesë anëtarët e Task Force-s ndërinstitucionale, drejtorë të drejtorive rajonale të Qarkut Fier, përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes vendore, të cilët shprehen miratimin dhe gatishmërinë e tyre për zbatimin dhe monitorimin e detyrave dhe udhëzimeve të caktuara nga urdhri i kryeministrit. Në takim u vu theksi në disa pika të veçanta si garantimin e pastërtisë publike dhe menaxhimin e mbetjeve urbane si përparësi absolute. Plazhet, zonat e pushimit dhe itinerare turistike duhet të jenë të pajisura me sinjalistik, siguri dhe shërbime minimale. Strukturat komanduese dhe subjektet private të operojnë në përputhje me ligjin, me standard dhe me ndjeshmëri qytetare. Kontrollet duhet të jenë të rregullta, serioze dhe pas një tolerancë ndaj informalitetit. Komunikimi me qytetarët dhe turistët të jetë i hapur, transparent dhe shërbyes.